Alarm i Bashkimit Evropian. Furnizohuni me rezerva ushqimore. Çfarë po ndodh? Kush është rastisht e t'i bëj like faqes që jemi sërish, por dëgjoni me kujdes se çfarë do t'ju them, sepse lexova disa komente, qoftë të shqiptarëve, pra në disa portale shqiptare, por edhe në ato italiane. Bile ka dhe disa të huaj që gjenden në territorin evropian dhe kanë lënë disa komente që më bëri shumë përshtypje. Megjithatë, unë dua t'ju informoj aq sa di unë. Pastaj duke diskutuar së bashku, diçka del. Ju kujtoj që ky është një vend ku mund të diskutojë së bashku dhe mund të japim mendimin njëri tjetrit, sepse mund nesër, sepse nëse jemi të informuar, nesër do të dim se si do sillemi. Dua të them dy gjëra të rëndësishme që kanë ndodhur. E para disa ditësh lexova një artikull që është një artikull i vogël fare, e gjeni tani, sepse sapo publikova, filluan dhe të tjerë që ta publikojnë, por ishte një artikull i vogël me financat që po ndodhin. Një JP Morgan, nëse ju e njihni, është një nga shoqëritë më të mëdha, një nga ato familjet e mëdha që manovrojnë dhe kontrollojnë çdo gjë, sepse kontrollojnë financën, kontrollojnë njerëzimin. Ata, pra kjo shoqëri e madhe, ka bler mbi 250 miliard dollar flori. E dini se çfarë do të thotë kjo? Kur blen shoqëri të mëdha që blejnë floririn, që blejnë në një moment caktuar me shuma të mëdha, po flas, ndodh që diçka e madhe po përgatitet, sepse pas një farë kohe, shumë shpejt, ndodhin probleme financiare të rënda, ose luftra. Pse po e them këtë? Sepse ndodhi në vitin 1971, ndodhi në vitin 2008 dhe prap tani, pra në vit 2008, për shembull, ata që janë të informuar, përpara se të ndodhte kriza financiare, disa kompani të mëdha shkuan dhe blen flori pafund. Pse flori? Po ja u them unë. Flori, sepse unë do dëshiroja që të kisha edhe unë disa para, cash, që të mund të blija edhe unë flori kur ishte viti 2008, po s'kisha. Sepse do dëshiroja që t'ju japja të gjitha juve, pra secilit nga pak, ose t'ju informoja. Por problemi është që ne nuk ishim këtu në ato kohë, unë e dija për paraprakisht, sepse më kishte informuar një miku im tjetër që tha do ndodh diçka, tha, sepse po të riqet shumë flori, në fakt ajo ndodhi pastaj pas disa muajve, dhe duket se edhe tani me sa duket po përgatitet diçka. Unë shpresoj që mos të ndodh gjë, por si ka mundësi që një shoqëri, ju thash, sepse ka dhe të tjera që ne nuk mund t'i themi këtu, sepse ka disa emra që nuk mund t'i thuash, por një nga këto bleu 250 miliard dollar, është shumë e madhe. Dhe të blesh gjithë këtë flori, sepse se për pak e harrova. Pse flori? Sepse floriri nuk është si paraja që pson luhatje, por floriri është gjithmonë në rritje. Mbajeni mend këtë. Floriri nuk është yni, nuk i përket njerëzve. Është i dikujt tjetër. Po të kesh një copës të vogël, është mirë që ta mbash. Ta mbash se është gjithmonë në rritje. Që nga kohrat që humën, kohrat e lashta, që kur Mojsiu thoshte që floriri nuk është i njerëzve, por është i zotave, që atëherë floriri është gjithmonë në rritje. Dhe fillimisht e mbanin fakt, e mbanin vetëm perandorët, e mbanin mbretërit. Por me kalimin e kohës filluan që ta vinin edhe njerëz, ta vendosin për vath, në për gojë, që ta mbanin në për dhëm, ose në për unaza, apo ku ta di unë. Dhe duhet të dini që është i vetmi mineral që është gjithmonë në rritje dhe është i pavdekshëm. Dhe doja t'ju thosha që në momentet që blihet floriri, atëherë diçka ndodh. Dhe unë po të them tani, pse Bashkimi Evropian ka lëshuar këtë klithëm? Për çfarë arsye? Kur në një moment ne jemi në një moment shumë delikat, nuk diskutohet, por tani erdhi Trumpi. Pse duhet të prishen relatat? U bë armpushim mes Zelenskit dhe Putinit. Pse duhet të ngërdheshen me njëri tjetrin? Për çfarë arsye? Pra, çfarë po ndodh? Kur edhe von der Leyen, ajo presidentja e Bashkimit Evropian, vuri, me fjalë, firmosi për 800 miliard, o 8 miliard, sa ishte, se majmën tani, se nuk më vjen, apo 80 miliard. Para për armatime. Ç'do të thotë kjo? Çfarë do të thotë kjo? Çfarë po ndodh? Unë do dëshiroja thash edhe një koment tuaj, sepse këtu nëse ndodh gjë prek secili. Tani
Për pikën e tretë që doja të prekja, unë i mora fasulet, sepse fasulet janë gjëja e parë për ne. Për të gjithë, po për ne shqiptarë është gjëja kryesore dhe unë ju garantoj që fasulet janë gjëja më e thjeshtë për të bërë dhe më e mirë për të ngrënë dhe për të mbajtur stomakun. Se ku i diet? Tani, peshk në konserva e mbajmë. Pak vaj ulliri kemi, se ne kanë sjellë nga fshati, dhe këto sallat ato gjërat ta harroni sepse ku do t'i marrësh? Nuk del dot nëse do mbyllet çdo gjë për një javë, apo për 10 ditë, apo për një muaj, apo ku ta dish. Sepse pse doli alarmi? Pse duhet të furnizohet Bashkimi Evropian me ushqime? Për çfarë arsye? Çfarë po ndodh? Pra do dëshiroj edhe ju që gjendeni në Gjermani, ju të tjerët që jeni në Itali, ju të tjerët në Greqi, ju që gjendeni në Zvicër, apo qoftë edhe në Amerikë. Siç ju thash, disa kanë lënë disa komente të çuditshme dhe disa amerikanë që ndodhen në Bashkimin Evropian që jetojnë këtu, që kanë thënë që ne duam që të ikim nga Evropa sepse diçka e madhe po ndodh. Diçka e madhe çfarë? Çfarë po ndodh? Çfarë po përgatitet dhe që ne nuk e dim? Ja u them sepse duhet të përgatitem të jemi gati. Mani mend një gjë, nëse ndodh gjë, telefonat nuk funksionojnë më për një kohë. Kështu që do keni kujdes. Pra kush ka fëmijë, kush ka të jetë i kujdesshëm, ku i diet? Kush e di çka kanë përgatitur këta? Sepse erdhi viti 2030, agenda e ka vendosur çdo gjë. 2/3 duhet kishte ikur me kohë. Kështu që në planin e parë që bën nuk ikën shumë, por tani kush e di se çfarë po kurdiset. Apo jo, nëse unë ju informova sepse tani jemi vëllezër, shok, miq, kushërinj dhe është mirë që të jemi të informuar sepse ku i diet. Ndoshta dhe e fundit që doja të thosha, nëse ndodh një fenomen i tillë, pra një le të themi një luftë ose një shpërthim, të mbani mend diçka, qoftë edhe i vogël ky. Unë jam i bindur që do mbyllen kufit. Pra do filloj që të riformatohet edhe një herë Schengen. Dhe kam frikë që edhe me Shqipërinë, pra Shqipëria do t'i mbyllen kufit me Italinë, me Greqinë, me vendet e tjera. Jam jo i bindur për këtë, po jam super i bindur sepse në kohë të tilla nuk ata për të ruajtur nga armiqt nuk dinë se nga vjen. Kështu që e keqja. Kështu që janë të detyruar që t'i mbyllin kufit. Unë ju informova, sidoqoftë, po pres komentet tuaja që t'u lexoj dhe juve që jeni kudo që jeni, që të kuptojmë se çfarë po ndodh. Okej? Shpresoj mos ndodh gjë. Ju përqafoj të gjithëve, faleminderit që jemi për herë bashkë, ju faleminderit për komentet, sforcohuni pak të lini në një koment që të kuptojmë aty ku jeni. Aq sa dini, s'ka problem, sepse duke diskutuar gjejmë rrugën e dur. Hajde, kalofshi bukur, ju përqafoj.